صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد الله عز وجل فلندرم درس صلوات dhe selamet tona i pejgamberit ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasur. Vllazni, Allah ju shpërbleft për këtë mirëpritje edhe një herë. Allahu subhanahu wa taala na mundsoft të bashkohen në firdausin e tij ashtu si na bashkuan këtë vend. Allahu subhanahu wa taala kur ka dërgu fenë e tij dhe kur ka dërgu profetët e tij alayhimus salatu wassalam, i ka dërgu me misione të caktuara dhe me qëllime të caktuara. Edhe këto pejgamber me misionin e tyre, jo çdo temë për cilën kanë fol ka qenë aktuale dhe aq e nevojshme. Domethënë nuk kanë qenë gjitha temat një rangu. Ka pa temat cilat kanë qenë shumë të nevojshme për tu fol, ndërsa të tjerat janë bisedu apo është fol për ato tema, domethënë me një periudhë, ndërsa periudha tjera nuk është fol. Prej sendeve apo prej temave për cilat ummeti është shumë i nevojshëm dhe çdo herë ka nevojë të folet, pa dyshim që është morali i mirë. Apo sendi i cili në gjuhën fetare arabe njihet si husnul khuluq. Kjo nga se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam e ka emërtuar me këtë emër, husnul khuluq. Ky send ka qenë prej sendeve në cilën kanë thirrë gjithë pejgamberët. Andaj kur e dëgjojmë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, illam tastahyi fasna ma shit, nëse nuk ke turp bën çfarë dush, na tregon se kjo thirrje, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se kjo apo kjo fjalë ka qenë thirrje apo elementi i përbashkët i thirrjeve të gjithë pejgamberëve, nga Ademi alayhis salam deri tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Gjë e cila tregon se thirrja në vlerat e mira dhe virtytet e mira ka qenë elementi i përbashkët i thirrjes të gjithë pejgamberëve të Allahut alayhi salatu wasalam. Mirë po, sot ummeti i pejgamberit alayhi salatu wasalam ka nevojë për shumë sende. Ka nevojë për dituri në aspektet ndryshme. E pa dyshim se prej fushave ku mësë shumë ti ne kemi nevojë, pa dyshim që është morali i mirë. Sidomos për ata njerëz cilët themi kushtimisht janë të udhëzuar, edhe falin namaz, edhe ndoshta japin zeqat, edhe ndoshta bëjnë ibadete vullnetare, dashojmë se këto njerëz kanë mangësi të madhe në sjelljen e tyre. Dhe nuk e kanë plotësu veten e tyre në sjelljen e tyre ashtu siç e kanë plotësu në disa ibadete tjera. Ndërsa i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam na ka treguar se njeriu më i afërt me të në ditën e gjykimit nuk është ai i cili ka falë më shumë ti namaznate, asaj i cili, domethënë, ka agjëruar më shumë ti, po ai njeri i cili për krah këtyre veprave ka një cilësi apo ka një, domethënë, karakteristikë shumë të madhe. Ajo është sjellja e mirë në gjitha aspektet. Për këtë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu i cili do të jetë më së afërmi me mua në ditën e gjykimit është ai njeriu i cili e ka sjelljen e mirë. Sjellja e mirë, kur folim ne për akhlaqun apo husnul khuluq, themi se ky send është i pandashëm nga feja e Allahut. Nuk mund të themi Islami dhe sjellja e mirë, nga se vetë sjellja e mirë është prej Islamit. Edhe atë për disa shkaqe. E para, nga se vetë sheriati apo vetë tekstet fetare na tregojnë se sjellja e mirë është prej imanit apo është prej Islamit. Dhe kjo në hadithin e njohur ku thotë i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është 70 e disa pjesë apo 60 e disa pjesë, si ka në transmetimin e Imam Muslimit. Thotë imani është 60 e disa pjesë, më e larta, edhe është çelësi i imanit dhe Islamit është thuash la ilaha illa Allah. Ndërsa më e ulta, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është ta largosh pengesën nga rruga. Mirë po, e ka treguar të parën dhe e ka treguar të fundën. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na jep edhe diçka tjetër, një informat shumë të rëndësishme për ne. Thot wal haya'u shu'batu min al-iman. Ndërsa turpi është pjesë e imanit, që do të thot turpi si virtyt i bukur dhe i mirë, prej virtyteve morale, është pjesë e imanit dhe Islamit të cilën ne e njohim. Andaj feja Allahut azza wa jall nuk ka dalluar mes Islamit edhe moralit të mirë. Morali i mirë është pjesë përbërëse e fesë Allahut azza wa jall. Nuk mund dahen këta dyja njëra prej tjetrës. Po ashtu prej fakteve të cilat tregojnë se morali i mirë dhe sjellja e mirë është pjesë e dinit Allahut azza wa jall, është hadithi ku i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam na tregon një prej shkaqeve se pse është dërgu, pse e ka dërgu Allahu pejgamberin alayhi salatu wasalam.
Në ajetet ndryshme Allahu tregon shkakun pse e ka dërguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shkakun pse ka dërguar librin e tij, po edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon shkakun pse Allahu azza wa jalla ka dërguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar që ti plotësoj virtytet e mira. Prej qëllimeve të dërgimit të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam është se është dërguar që ti plotëson virtytet e mira, që do të thotë se plotësimi i këtyre virtyteve është pjesë e dinit Allahut azza wa jall. Për këtë shkak shumë njerëz gabojnë kur e dajnë Islamin nga sjellja e mirë. Kjo e dish me fjalë tjera, me formuluj vjen si me thon Islami edhe namazi me një anë tjetër. Ta llogarisim namazin si pjesë jashtë Islamit. Nuk mund dahet namazi nga Islami, as që mund dahet agjërimi apo haxhi apo zeqati apo ibadetet cilat ne njohim. Po ashtu edhe morali apo husnul khuluq nuk ka mundësi të ndahet prej dinit Allahut azza wa jall. Nga se kjo është një prej qëllimeve të dërgimit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nga se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar për këtë fakt të pamohshëm. Problemi del tjetërkundja ajo është se njerëzit kur flasin për husnul khuluq, për sjellje të mirë, në shumicën e rasteve e kuptojnë sjelljen e mirë të krijesës ndaj krijesës tjetër. Dhe kjo është e kuptim i mangët i sjelljes mirë. Nga se neglizhojnë një lloj sjelljes mirë shumë më të madhe, ajo është sjellja e mirë e krijesës ndaj krijuesit. Padyshim se sjellja e mirë e krijesës ndaj krijesave tjera është sendi lëvduar dhe sendi mirë. Mirë, po para se dalim te kjo pikë, me do mos të flasim për një pikë tjetër, ajo është se shumica e njerëzve e neglizhojnë sjelljen e mirë të tyre ndaj Allahut azza wa jall. Dhe kjo është prej husnul khuluq, kjo është prej sjelljes mirë. Andaj njerëzit e kanë harruar këtë fakt dhe kur flasin për sjelljen e mirë, flasin për buzëqeshjen ndaj vllaut, flasin për falënderimin e njerëzve, flasin për sjelljen e mirë në përgjithësi me njerëzit. Dhe kjo është sendi i bukur dhe i mirë. Mirë, po e harrojmë faktin se para se të nisim cillemi mirë ndaj krijesave, me do e mos nisim cillemi mirë ndaj krijuesit, ndaj Allahut azza wa jall. Nga se Allahu është më meritori që ne ta tregojmë sjelljen e mirë tonë ndaj tij. Para se të nisim ne ta tregojmë sjelljen e mirë ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Si mund ne ta falenderojmë krijesën kur nuk e falenderojmë Allahun për çdo send të cilën e ka dhënë? Një krijesë thjesht dhe e dobët si ne na bën një të mirë dhe ne e falenderojmë me falenderimet më të mëdha. Dhe i bëjmë dua Allahut t'ja jape këtë dhe atë, ndërsa Allahu na ka dhënë çdo send, në fund rezultati nëse falenderojmë. Ne nuk jemi falendërues në begative të Allahut azza wa jall. Andaj sjellja e mirë fillimisht është me Allahun subhanahu wa taala. Për këtë shkak, dietar kur kanë fol për sjelljen e mirë ndaj Allahut, e kanë përmend se sjellja e mirë ndaj Allahut sillet rreth 3 pikave. Pika e parë është të besojmë në çdo send të cilën na e tregon Allahu azza wa jall. Kjo është sjellja e mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njeriu, ai i cili thotë se është musliman, nuk ka pik dyshimi në sendet të cilat na i tregon Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi ne të dyshojmë se kur Allahu na ka treguar se Isa alayhis salam sa ka lind, ja ka nis me fol, ne s'dyshojmë. A mund shkencëtarisht ne ta vërtetojmë se Isa alayhis salam ka fol pindjep? Se ne vërtetojmë. A mund shkencëtarisht ne ta vërtetojmë se nëna e Isës alayhis salam ka mbet shtatzën pa burr apo Isa pa bab? Këtë s'mund ta vërtetojmë. Andaj kur Allahu na ka tregu, ne themi sami'na wa ata'na. Kena besu dhe kemi respektu dhe jena bind në të cilën na ka tregu Allahu azza wa jall. Kjo është pika e parë. Allahu subhanahu wa taala na tregon nga se dituria Allahu subhanahu wa taala është dituri absolute. Për këtë shkak ne mbështetemi në diturinë e Allahut dhe i japim përparësi diturisë së Allahut të përsosur ndaj diturisë tonë e cila është shumë e mangët. Andaj nëse marrim ne me shkencë edhe ti marrim këto pyetjet, ti vena në kantarin e shkencës e cila burron nga krijesa, dituria së cilit është e dobët, nuk ka mundësi të nxjerrim rezultatet me shkencë për këtë të cilën na e tregon Allahu. Andaj për sendet të cilat na i tregon Allahu, ne nuk kena dyshim. Dhe jemi plotësisht bindët se Allahu subhanahu wa taala kur na ka tregu për diçka, ajo është mu ashtu si e ka tregu Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk kemi as pak dyshim në atë në të cilën na e tregon Allahu azza wa jall. Pa marr parasysh se çfarë na ka tregu Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall na ka tregu për një pejgamber i cili ka jetuar shumë përpara pejgamberit të Allahut, ne e besojmë. Allahu subhanahu wa taala na ka tregu se e ka kriju Ademin alayhis salam.
Pasi që e ka kriju, ju ka thonë me laqeve bëni sejdë Ademit alayhis salam. Ne e besojmë. Kështu siç na ka treguar Allahu azza wa jall. Pa asnjë pikë dyshimi, sepse a mund dikush që shkencëtarisht ta vërteton këtë? S'mund. Kjo nuk vërtetohet shkencëtarisht, sepse shkenca burimin e ka diturinë e një krijesës dobët si ne. Dituri e mangët, ndërsa burimi për cilën ne jemi tu fol është burim nga krijuesi dituria së cilit është e plot dhe e përsosur. Për këtë shkak robi tregon sjelljen e mirë ndaj krijuesit të tij dhe thot o Allahu unë të bindem dhe të besoj në çdo informat të cilën na ke treguar. Në çdo informat, andaj dietarët kanë thonë, ai njeri i cili dyshon apo nuk beson me një harf, me një shkronjë të librit të Allahut nuk është besimtar. Sepse mosbesimi me një shkronjë të Kur'anit është mosbesim krejt librin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo tregon se ky rob nuk i është bind Allahut plotësisht. I është bind Allahut pjesërisht. Beson një pjesë të librit, ndërsa pjesën tjetër të librit të Allahut subhanahu wa taala nuk e beson. Andaj ne si besimtar, si pikë e parë në sjelljen tonë të mirë ndaj Allahut, duhet që të besojmë në çdo send të cilën e tregon Allahu subhanahu wa taala. Sendi i ditë vllazni është se ne si besimtar, pasi që të besojmë në çdo gjë të cilën e tregon Allahu azza wa jall, më do e mos atëherë ti bindemi Allahut në çdo urdhër dhe të largohemi nga çdo ndalesë nga e cila na largon Allahu apo na ndalon Allahu subhanahu wa taala. Me do e mos kjo pikë për të përmbush morali i mirë i ndaj Allahut, me do e mos nga kjo pikë. Nuk ka moral të mirë derisa ne themi ne e duam Allahun dhe i besojmë Allahut, mirë po asnjë urdhër të Allahut nuk e përfillim. Ne e duam Allahun dhe i besojmë Allahut, besojmë se ka xhennet dhe xhehenem, mirë po asnjë ndalesë të Allahut ne nuk e përfillim. Ne nuk i shikojmë ndalesat e Allahut dhe çdo kufi i cilën e ka vendosur Allahu ne e shkelim. Atëherë ne si e dëshmojmë atë të cilën pretendojmë se e kena në zemrat tona. Pa dyshim se kjo është pretendim i rrejshëm. Nuk mund dikush të pretendoje se e don Allahu dhe nuk ka tregu asnjë element të dashurisë në veprat e tija. Kjo është pretendim i rrejshëm. Andaj dietar kanë pru shembuj për këtë. Për shembull, besimtari i mirë tregon moralin e mirë të tij ndaj Allahut në Ramazan. Si në Ramazan, kur agjerimi për shembull në vendet tua këtu është shumë i gjatë. E prej moralit të mirë besimtarit është që të bën sabër dhe ta bën këtë ibadet ashtu siç don Allahu azza wa jall. Për të qenë prej atyre cilët janë të mirë dhe kanë sjellje të mirë ndaj Allahut azza wa jall. Agjerimi padyshim se është vështirësi, mirë po me vështirësi arrihet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Jo se Allahu na ka kriju për të vështirësi. Jo, hasha wa kella. Allahu nuk na ka kriju për vështirësi. Bila Allahu, kur na ka bo farz agjerimin, ka thonë, yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allahu juve don që t'ua lehtëson, dhe nuk dëshiron Allahu që t'ua vështirëson. Mirë po prej sjelljes mirë së robit ndaj Allahut, është që ti tregon Allahut seriozitet në vepra. Dhe thot, o Allahu ne boj këtë vepër vetëm për ty. Për askon tjetër. 20 sahat i agjeron për Allahun. Dhe nuk e ka gajnë ai besimtari i cili në zemrën e tij ka iman ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë ne e kena pa se ka njerëz cilët punojnë punë të rënda edhe agjerojnë gjatë Ramazanit. Dhe agjerojnë 18 sahat, 19 sahat vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Sepse nuk ka mundësi njeriu për ndonjë interes kësaj dinjoje të shkojë dhe të agjerojë 19 sahat, 18 sahat. Çfarë interesi i kësaj dinjoje mund ta bëjë njeriu që të agjeron kaq periudhë gjatë? S'ka mundësi, por e bën këtë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pikë e cila tregon se ky njeri ka sjellje të mirë ndaj Allahut azza wa jall. Sendi ditë vllazni, padyshim se prej moralit të mirë besimtarit ndaj Allahut është se robi kur don ta bën një ibadet i përgjigjet më një herë Allahut azza wa jall. Po kjo ndodh një problematik kur besimtari për shembull e kap ndonjë plagështi, ndonjë dembeli, edhe për shembull vjen koha namazit. Sa prej muslimanëve sot apo cilët e llogarisin veten si musliman, nuk e përfillin as pak thirrjen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i thret 5 herë në ditë. Kërkush nuk e, domethënë, pak janë ata cilët i përgjigjen Allahut subhanahu wa taala në këtë pikë. Ajo është i përgjigjen Allahut në thirrjen cilën u bën Allahu. Pash Allahun, nëse një krijesë e thjesht si ne, edhe nëse është e nënçmuar si tona, na thirr 5 herë në ditë. Me ngran një darkë, një drek, 5 herë në ditë thotë, hey, hajde se kom shtru drekën për ty. Na kisha në mbare mos me ju përgjigj. Edhe mbare është. Edhe kjo është sendi mirë me pat mbare, me pat turp.
Allahu Azza wa Jalla na thret 5 herë në ditë. Edhe vetëm një numër i vogël i muslimanëve i përgjigjet Allahut Azza wa Jalla. Ndërsa Allahu kur na thret, nuk na thret se Allahu ka nevojë për ibadetin ton. Sikurse ai i cili thret për darkë me qëllim të mirë, nuk thret për darkë se ka nevojë për ti, po thret për darkë se ka, domethënë don me të nderu. Allahu na ka nderu kur na ka bë musliman e para. Pastaj na ka nderu kur na ka thirr dhe ka thonë hayya as-salah, es namaz, hayya al-falah, es në shpëtim, për shkak se kjo është rruga e vetme për të qenë njeriu i shpëtuar. Andaj në këtë pikë njeriu duhet ta tregon seriozitetin e tij dhe sjelljen e tij të mirë ndaj Allahut Azza wa Jall. Shembull tjetër, cilën e kam përmend dietar, domethënë edhe unë e kom përmend këtu për shkak se kjo ka të bëjë sidomos me muslimanë që jetojnë në perëndim. Ajo është se ne shpesh intereset tona personale ballafaqohen me kufit e Allahut Azza wa Jall. Domethënë Allahu na ka caktuar një kufi. Pastaj ne kemi një lloj interesi. Edhe ky interes shpesh na shtin që ne t'i shkelim do kufit Allahut Azza wa Jall. Besimtari i vërtet është ai i cili ndalet te kufit cilët ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall për shembull na ka ndaluar që të bëjmë tregti me kamat. Dhe ne largohemi nga kjo, pa marr parasysh sa është përfitimi i muslimanit nga kjo. Vetëm se Allahu na ka ndaluar dhe ka thonë ai i cili e bën kët i ka shpall luftë Allahut Azza wa Jall. Dhe ne nuk jemi ata të cilët kemi mundësi ta përballojmë luftën me Allahun subhanahu wa taala. Andaj largohemi nga kjo për t'i treguar sjelljen tonë të mirë ndaj Allahut Azza wa Jall dhe për ta ruajtur fundit kjo është interesi jon. Pra interesi tonë është që ne të largohemi nga dalesat e Allahut Azza wa Jall. Duhet të largohemi se në ditën e gjykimit secili do të pyetena për veten tonë. Allahu ka më na pyet për veprat tona, andaj edhe njerëzit më të mirë në ditën e gjykimit do thonë nefsi, vetja jeme. Nuk më intereson askush, as djali, as bia, as nana, as baba, as gruaja, as kush, secili do të shikon veten e tij. Andaj nëse dikush sot bën diçka dhe thot ndonjë haram, jam të fol, si për shembull kamata dhe thot e bëj kët për fëmijët e mi, i themi atij ke frikë Allahun. Nga se në ditën e gjykimit pasha Allahun këto fëmijë do të jenë të parë ata cilët do të distancohen nga ti dhe do thonë ne s'kemi thonë me e bë këtë vepër për ne. Nga se kjo i ka shkel kufit e Allahut Azza wa Jall. Andaj njeriu me moral të mirë ndaj Allahut largohet nga këto vepra të këqija. Pikë e tretë vllazni, mos ta zgjas shumë, është që besimtari pasi ta beson Allahun çdo send të cilën ai ka treguar. Allahu na ka treguar se qëllimi pse jemi të krijuar është ibadeti ndaj Allahut. Jo ibadeti, do me thonë, kina përmend paleser, jo ibadeti me nejt në xhami, po jeta e besimtarit është krejt ibadet. Andaj Allahu kur ka thonë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të thotë kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi jem, haxhi apo kurbani jem, jeta dhe vdekja ime, të gjitha janë për Allahun Azza wa Jall. Gjitha janë për Allahun. Kjo është ibadeti i besimtarit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çdo moment cilën e bën besimtari për hir të Allahut subhanahu wa taala është ibadet në rrugt të Allahut azza wa jall. Nuk është të thonë me qëndru besimtari vetëm në xhami, sepse me qëndru vetëm në xhami nuk do të ketë kush dalë dhe të punojë dhe të ushqejë familjet tona. Andaj njerëzit duhet dalin dhe të punojnë dhe ta kërkojnë riskun. Për këtë Allahu azza wa jall pas kur ka përmend surën Jumu'a, ka thonë fes'au, ka thonë shpërndahuni nëpër tokë, fanteshiru fil ardi, shpërndahuni nëpër tokë dhe lypni, kërkoni për riskut të Allahut subhanahu wa taala. Nuk është e thonë që besimtarit mbillet në xhami që do me thonë të adhuroj Allahun. Jo, ka format ndryshme të adhurimit, cilat pajtohen me jetën e përditshme të besimtarit. Pika e parë është ta besojmë Allahun, pika e dytë të bindemi Allahut në urdhrat e tij dhe të largohemi nga ndalesat e tij, dhe e treta vllazni, pikë e cila ka të bëjë me sjelljen e mirë tonë ndaj Allahut, është që të jemi të kënaqur me kaderin e Allahut azza wa jall. Kjo nga se jo çdo herë, çdo send çka ndodh është për çejfin tonë. Jeta është kështu. Ndodhin sende të cilat nuk janë për çejfin tonë. Edhe kjo i ka ndodh njeriu të më të mirë. Ai është pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar në kohë, do të thonë prej ditën e parë, kur Allahu ja ka zbrit thirrjen apo ja ka zbrit porosin mesazhin, ja kanë nis provat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka ndodhur deri në ditën e fundit të jetës së Muhamedit alayhi salatu wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal." Njerzit më të sprovuar janë pejgamberët e Allahut.
pastaj ata cilët janë si ata, do me thonë ju ngjajnë shumë pejgamberëve të Allahut, pastaj ata cilët vinë pas tyre. Nga se këto njerëz provohen varësisht prej forcisë së fesë së tyre. Për këtë shkak kur besimtari provohet, mos mendoj se unë kur jam bë besimtar, apo kur kam nis ti bëj do punë të mira nuk do të sprovohem. Jo, njeriu mund të udhëzohet dhe mund t'i bën do urdhrat të Allahut Azza wa Jall, mirë po prap se prap do të sprovohet. Kjo është rregulli i Allahut në këtë tokë. Do të sprovohet në pasuri, do të sprovohet në evlat, do të sprovohet në shëndet, do të sprovohet në sende të ndryshme. Edhe këtë na e ka garantuar Allahu Azza wa Jall. Për të na treguar në praktik këtë, Allahu Azza wa Jall e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu i ka dhënë evlat pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pasi që i ka dhënë evlat 6 apo 7 evlat, Allahu subhanahu wa taala e ka bëu që krejt evlat e pejgamberit alayhi salatu wasallam të vdesin në kohën duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka vdek në moshë 120 vjet. Ka vdek në moshë 63 vjeçare, që do të thotë kur fëmijët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kanë vdek, ato fëmijë kanë qenë të vegjël, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ri në moshë në përgjithësi. Domethënë diku mes 50 viteve dhe 60 viteve. Derisa Allahu Azza wa Jall i ka dhënë evlat në fund, ai është Ibrahimi radhiyallahu ta'ala. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, prej dashurisë së tij ndaj Ibrahimit, e ka veçuar prej fëmijëve të tjerë. Edhe e ka dash shumë, mirë po Allahu Azza wa Jall me urtësinë e tij e ka bën që Ibrahimi të vdes kur i shtu më shumë ti dashuria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj tij. Mas shumë ti kur e ka dash pejgamberi alayhi salatu wasallam Ibrahimin, Allahu Azza wa Jall ja ka marrë shpirtin. Andaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë ta vizitojë Ibrahimin, ka ardhur burrja së gruas e cila i ka dhënë gjë Ibrahimit, ka thonë ja Rasulullah, Ibrahimi është smu. Pa pritmas. Ka shku pejgamberi alayhi salatu wasallam ta shohë se djali është smuj. Djali ka pat 18 muaj apo 16 muaj transmetim. Diku ndi 1 vjet e gjys. Kur e ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasallam Ibrahimin dorë, Ibrahimi ka dhënë shpirt. Ka vdek, radhiyallahu ta'ala. Do me thoni ka vdek fëmia në moshën më të mirë, ku fëmijët janë më të lezetshëm për të luajtur dhe për, do me thon, për t'i përkthyer. Ka vdek fëmia njeriu më të mirë. Andaj Usamia radhiyallahu ta'ala ka qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Usamia ka, do me thon, e ka ngrit zonin tu qaj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çtash na tregon një ders në praktik, jo me të folme. Na tregon ders praktik se si duhet sillet besimtari në kohën e sprovave. Usamia e ka ngrit zonin, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e ka kap me forci Usamen dhe ka thonë Usame, mos e ngrit zonin. Ka thonë me të vërtet zemra mërzitet. Edhe lot, edhe syt lotojnë. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Mirë po nuk themi vetëm se atë cila e kënaq Allahun azza wa jall. Ky është besimtari i mirë. Dhe ky është ai i cili ka sjelljen e mirë me Allahun azza wa jall. Jo ai i cili thot pse fëmia jem. Sepse prej besimit në kaderin e Allahut është që të besojna se neve ka me në ardh vdekja dhe dikush ka me qaj për ne. Edhe ata cilët qajnë për ne, do me thonë duhet ta thonë atë me cilën është i kënaqur Allahu, që t'jen prej atyre cilët e kanë sjelljen e mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E jo mos t'jen të kënaqur me kaderin dhe me përcaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Krejt ne do të vdesim. Andaj besimtari duhet ta pranon këtë sprov ashtu siç na ka mësuar feja Allahut subhanahu wa taala. Për këtë dini Allahut azza wa jall. Feja Allahut është komplete dhe është e përsosur dhe përfshin çdo aspekt jetës një besimtarit. Nuk ka mangësi në fejen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall na ka mësuar prej sendeve më të thjeshta deri sendin më të lartë. Andaj kur thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "El-imanu bid'un wa sittuna shu'ba", imani është 60 e disa pjesë. Më e larta, dhe kjo është domethënë sendi më i lartë fejen e Allahut, është shahadatu an la ilaha illallah. Shahadeti la ilaha illallah. Më e ulta çfarë është? Largimi i pengesës nga rruga. Dhe kjo është prej dinit të Allahut azza wa jall. Ka përmend diçka e cila në sytë e njerëzve nuk është e madhe, mirë po është prej dinit të Allahut subhanahu wa taala. Është pjesë e fesë Allahut azza wa jall. Andaj feja ka përfshi ibadete të cilat kanë të bëjnë me vetë njeriu ndaj Allahut, ka përfshi ibadete të cilat kanë të bëjnë me njeriu me njerëzit tjerë, ka përfshi sende të ndryshme në jetën e njeriu. Për këtë shkak feja e Allahut azza wa jall është feja e vetme e cila përfshin çdo aspekt jetës së besimtarit. Dhe njeriu i mirë, besimtari i vërtet sinon që ta, do me thonë, ti bindet Allahut në shumicën apo në sa ma shumë gjëra që mundën nga këto aspekte apo nga këto pjesë të dinit Allahut azza wa jall. Pjesa e tretë, siç e përmendëm, është që njeriu të ketë sjellje të mirë gjatë sprovave. Allahu do të na sprovoni, ka sprovuar ato para nesh. I sprovon njerëzit sot dhe do t'i sprovon njerëzit deri në ditën e gjykimit.
Mirë po shpëtuarit gjatë provave janë ata cilët e kontrollojnë veten dhe nuk thojnë përpos se atë me cilën është i kënaqur Allahu Azza wa Jall. Mos ta zgjati shumë, domethënë dhe folja edhe hoxha si fulla disa fjalë. Lusim Allahu subhanahu wa taala të na bëj dobi për këtyre fjalëve të cilat i tham dhe i dëgjojmë. Lusim Allahu subhanahu wa taala të na bëj për atyre të cilët kanë sjellje të mirë para ndaj Allahut. Pastaj kanë sjellje të mirë ndaj njerëzve të tjerë. Nga se sjellja e mirë ndaj njerëzve është e mirë. Mirë po është tepër e mangët nëse nuk ka njeriu sjellje të mirë ndaj Allahut. Si mund ta falenderojë njeriu krijesën e dobët për një mirësi shumë të pakt dhe nuk e falenderon krijuesin për krejt mirësitë tona të cilat na e ka dhënë. Allahu na ka dhënë gjuhë, na ka dhënë sy, na ka dhënë vesh, na ka dhënë çdo send. Dhe prap nuk e falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Andaj Allahu na bëft për robërve të cilët e falenderojnë Allahun Azza wa Jall dhe për atyre të cilët kanë sjellje të mirë ndaj krijuesit dhe ndaj krijesave. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu shpërblet. Barakallahu fiik.